Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka marrë vëmendjen kryesore në kuvend, ku opozita dhe mazhoranca kanë arritur një qëndrim të përbashkët në Komisionin e Punëve të Jashtme për draftë rezolutën mbi këtë proces. Megjithatë, seanca plenare nuk ka qenë vetëm e fokusuar te integrimi, pasi është shoqëruar dhe me replika të forta dhe diskutime mes përfaqësuesve të opozitës dhe mazhorancës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar kritikat ndaj qeverisë, duke komentuar zhvillimet politike dhe duke u përfshirë në debate që lidhen edhe me figurat brenda Partisë Socialiste. Se ju jeni jo për integrimin, por për plaçkitjen, pasurimin e paligjshëm të shqiptarëve. Edhe ti që më dhe mua përgjigje freudiane, unë e kisha politike, jo freudiane e vërejtën time. Ku shkoja? Iku, s'ka gja. Pra, ju e keni hipokrizi integrimin. Raporti thot se ka sjellë këtu në parlament çdo 3 muaj raportin qeveria. Keni pa gjë deputet raport ju, sepse ky është armik i integrimit, ky që drejton parlamentin, sepse ky ka intereset e pasurisë ti dhe jo intereset e integrimit shqiptarëve. Po ku janë raportet sipas ligjit? Duhet të ishin paraqit në parlament, asnjë prej tyre. Raporti thot duhet zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese. E thot apo se thot? Kush i shkel ato jeni ju? Pra jeni ju pengesa kryesore e shqiptarëve në integrim. Dita e sotme e punës tonë ka nisur me një lajm pozitiv nga Komisioni për Europën dhe Punë të Jashtme, ku të gjithë së bashku, pas një vot kundër, pas një abstenim, gjitha pro, kemi miratuar një dokument, i cili është një dokument shumë i mirë. Ndër më të mirët që mendoj unë ka miratuar ndonjëherë ky komision dhe përpasoj pas 5 orëve debate dhe seanca, ka brenda edhe kritikën, ka brenda edhe angazhimin, ka brenda dhe syrin objektiv, por ka mbi të gjitha yllin orientues Shqipërisë sonë përbashkët e që është antarësimi në Bashkimin Evropian. E përpasoj. Edhe Gazmend Bardhi në të njëjtën lidhje me kryetarin e tij tha se Edi Rama po e bllokon procesin e antarësimit. Nuk është se ndonjë vend antar i Bashkimit Evropian na e ka me hile. E vërteta është se është Edi Rama që na e ka me hile. Ai zgjodhi Belinda Ballukun përpara integrimit evropian. Me vedije të plot për të mbrojtur bashkëpunëtorin e tij të panderur nga SPAK, Edi Rama nuk e kaloi testin e Europës dhe sot vendet e Bashkimit Evropian po na vendosin kusht pas kushti, duke shprehur hapur zhgënjimin dhe mosbesimin ndaj kësaj qeverie. Ndërkohë, vëmendje ka tërhequr edhe prania e ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, i cili për pak minuta ka zhvilluar një bisedë afërt me zëvendëskryeministren Albana Koçiu, ndërsa për një moment është ulur edhe në vendin e kryeministrit Edi Rama gjatë punimeve të kuvendit. Seanca është mbyllur mes debateve politike dhe diskutimeve mbi rrugën e integrimit evropian, që mbetet një nga prioritetet kryesore të agjendës parlamentare.